Fjala la ilaha illallah është themeli i të gjitha shpalljeve hyjnore. Kush e pohon atë? Kush jeton sipas kësaj fjale? Dhe ndron jetë, pra duke ju përmbajtur kësaj fjale, do ta fitoj xhennetin, do ta fitoj kënaqësinë e përjetshme. Në hadithet e profetit alayhis salatu selam gjejmë shumë përgëzime dhe siharitje në lidhje me këtë fjalë. Për shembull, na tregon thot në ditën e gjykimit do në sheshin e llogarisë do të nxirret njëri nga krijesat përpallë gjithë krijesave të tjera. Dhe Allahu Dhu Xhelal do t'i sjell veprat. Çfarë ka bërë në dynja? Dhe thot do t'i sjellë 99 dosje. Që gjerësia dhe masia e një dosje është sa shikon sy. E këto dosje janë të mbushura me harame, me punë të këqija. Dhe e pyet Allahu Dhu Xhelal, thot o robim, mos kanë bërë padrejsi engjujt? Mos ndoshta ke i vepër të mirë që ti e ke bërë dhe nuk e shënuar? Me thot jo. Thot për ty sot nuk do të bëhet padrejsi. Ti ke një vepër dhe një punë, ke thonë një fjalë, e cila është shumë më e rëndë, shumë më e vlerë sa gjithë të dosje. Dhe sillet një letër e vogël. Çuditet robi, thot o Allah, 99 dosje, kaq mëdha ku janë? Një fjalë, një fletë e vogël ku është? Si ka mundësi ta kthej atë peshojën e veprave për nga e mira? Dhe Allahu Dhu Xhelal thot sot për ty nuk ka padrejtësi. Sot ty nuk do të bëhet zullum. Dhe kjo fjalë është Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot tjetër që meriton ta ose adhurohet me drejt përveç Allahut Dhu Xhelal, dhe që Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Dhe kjo flet e kthem peshore. Dhe thot, nuk ka gjë më të rëndë, më me vlerë, se sa emri Allahut, se sa dëshmia e njësimit.